Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, u kthehemi në studio. Naser Shatrolli, që është edhe regjisor dhe aktor, vjen me... Ka qenë drejtor? A jeni me drejtor? Jo, nuk janë drejtor. Në teatrin Kombëtarët Kombëtarët Kosovës, jo, bësh drejtori i teatrit Kombëtarët Kosovës, është pak a shumë si ti je drejtori i FBI-t në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Domethënë, nëse ka në një post në Kosovë ku mund të rrezikohet rendi publik i gjithë rajonit, është teatri Kombëtar i Kosovës. Seri do t'i tani, e bët që të ikë. Jo, unë bëra një, për tregu rëndësinë e postit. Është pozicion shumë i rëndësishëm. Po mirë, nuk është, po ka qenë koha jo shumë e këndshme, ishte pandemia, kur unë isha drejtor. Më shumë i shikoni murit se sa na shikon të dikush, njerëz nuk ishte. Mandej u lirun pak nga pandemia dhe filloj gradualisht programi dhe sa po e fillum kështu me një farë entuziazmi, me një farë ide që po rikthehemi në jetë, u kry mandati dhe u ktheva aty ku jam. Edhe tani është një tollovi, domethënë që veç ata që nuk merren me teatr e dinë se çfarë po bëjnë domun. Megjithatë jemi këtu për të folur pikërisht për monodramën Tre Engjëjt, ëh? Engjëjt, veç Engjëjt. Tre artistë shqiptarë që janë. Një premier absolut, apo jo Naser? Është një premier goxha intriguese për mendimin tim. Është fakti që po nisem prej tematikës, flet për gruan e Kosovës, domethënë është në kontekst e shtruar si shfaqje, si koncept, si ide, si imazh, si vetje, si është e shtruar në një kontekst pak më të gjerë, por në fabula, si të thush, prek në damarët e gruas Kosovës, të pagjeturit, fëmijët e saj që i kërkon vazhdimisht rrugëve të Kosovës në për Prishtinë, kështu që kjo është pak a shumë ajo ndjeshmëria që, ose ai impakti që më ka intriguar fillimisht mua dhe mandej një përgjegjësi e madhe që të flasësh për këtë plagë, është, domethënë, është varri i hapur. Fakti që i kemi afërsisht 1600 njerëz që janë fëmijë, janë bebe, janë të rritur, janë pleq, që akoma nuk njerëz, domethënë familjet e tyre vërtet nuk e kanë një varr ku ata do dëshirojnë ta kenë, kështu që kam marrë me përgjegjësi të madhe, sepse është temë që do të jemi kujdesshëm se si e trajtojmë, se si e flasim para audiencës, para publikut, para këtyre familje, para njerëzve, sepse vërtet është shumë e afërm, kemi 25 vite që është përmbyll e tëra ajo që ka ndodhur. Unë kam qenë në luftë, kam përjetuar drejt për së drejti. Domethënë më ka zënë lufta në Podujev dhe pastaj përjetimet e mia, atë rrugtimin tim diku në afërsisht 100-150 kilometra në kamp që kam pas me nanën time, me Nipa Mbesa, me lagjen në përgjithësi. I kam përjetu drejt për së drejti me sy kështu live në 3 metra vrasjet, i kam përjetu torturat, goditjet. Familjar nuk keni humbur në atë periudhë? Po kam edhe familjar të humbur, domethënë një moshatari ime që është djali i tezës time është vrarë, domethënë edhe është masakruar edhe është vrarë në njëjtën kohë. Po këto përjetime që i kam pasur, domethënë të drejtë për drejta, thjesht më kanë detyruar se ma kanë dhënë një farë shtimungu, si thonë gjermanë, që të jemi kujdesshëm se si të trajtohen këto tema, se po shkruajnë shumë për luftën e Kosovës, dhe po e zvetnojnë, po e zbehin, po e rrezhbojnë, si thush, atë çfarë vërtet në realitet ka ndodhur. Kemi me qindra, ndoshta edhe me mijëra libra që janë shkruar dhe ndonjëherë edhe të vërtet e zbehen, si thush, i dhanë një konotacion jo shumë vlefshëm në relacion me atë çfarë ka ndodhur. Kështu që në pikpamjen artistike, se kjo është pjesa padyshim historike e veprës. Pikpamjen artistike, ju zgjidhni të ndani këtë vepër me Vefi Redhin, që vjen nga Greqia, dhe Odise Plakun. Pse nuk zgjodhe aktorët Kosovës, përveç vetës, pse nuk zgjodhe aktorët Kosovës? Në fakt, qa petek Vefi dhe të Odisea? Në fakt, unë isha në Athinë me një shfaqje tjetër, më aranjoi ambasadori ynë atje në Athinë, i Kosovës,
më ftuan me një shfaqje që kisha atje dhe atje u njoha me Vefin, me Athin, erdhe në shfaqje dhe mandej Vefi sigurisht kanë pas komunikim me Odiseun, autorin e pjesës, dhe më mori pastaj Odiseu dhe thotë kështu e kam një dramë që e kam shkruar për gruan kosovare, për historinë, për një pjesë të vogël, si thosh gruas kosovare. Odiseu nuk e ka jetu, është bashkohës, është si puna ime, është bashkohës, por ne kemi jetu në një këndvështrim tjetër. Normal, t'i bërë regjinë edhe e aktualizon, por si e gjenë si vepër? E gjenë të plot, apo kishe nevoj me ndërhy? Regjizori është gjithmonë ndërhynë. Unë veprat e mija, unë jam edhe dramaturg me profesion, kam marrë dhe dramaturgji dhe regjizor. Pjesët e mija i masakroj kur i vendosin në skenë. A dhe më thënë, Odiseja ty të urendë? Jo, kemi pas bashkëpunim shumë të mirë, kemi pas komunikim shumë të mirë në kuptimin profesional. Sigurisht që ka pas ndërhyrje në aspektin e adaptimit dhe në i lëvizje me tekst, por ajo është, si thush, ajo është pralla, ajo është tema, ajo është fabula. Unë bërthamës i kam ngel besnik. Sigurisht që kam qenë vërtet shumë i kujdesshëm edhe në raport me autorin, por edhe në raport me tekstin që e flet personazhin, këtë rast Hana, të cilin e luan Vefi Redhi. Vefi më ka befasuar, Si është gjendur në këtë dramë? Ajo më ka befasuar. Si ka përjetuar, se duhet jetë shumë e rëndë? Kam përshtypjen duhet jetë në depresion. Ajo nuk është në depresion, sepse e kemi te kalu depresionin fazën. Nuk e kam fjallën, po duhet jetë shumë brenda personazhit. Sigurisht. Mane ka te kalu atë depresionin dhe mane kemi pas këtë lloj depresioni për gjatë procesit, ka ardhë në Prishtinë. E ka përjetu, në proces të punës. E ka përjetu në proces të punës. Është bo keqë, Ka pas... Ka pasur angst? Sigurisht që ka pas. Sigurisht që i ka pas dilema, sepse kështë dëshiren e madhe dhe peshen e madhe të personazhit, asaj çfarë ka ndodhur në Kosovë, por ne kemi punu shumë kështu gradualisht, sikur të punosh në laborator, ka ardhur në Prishtinë dhe atje kemi shtri shfaqjen në teatrin ndërkombëtar. Isha më afër punës sime dhe ajo ishte më afër asaj detyrës që e mori, kështu që këtu kur erdhëm, pothuajse që kishim të përmbyllur atë strukturën mizanskenike të shfaqjes, e kishim të shtruar pak a shumë, derisa pastaj u adaptuam këtu në skenën që hovëm në Teatrin Metropol, që i falenderoj dhe ata që na ofruan mundësinë. Sa minuta është i gjithë spektakli? Po do të shkoj 1 orë 15 minuta aty. Shkove gjatë, domethënë, edhe si monodram do të jetë goxha intensive, sepse kam përshtypjen se në monodrama do të jesh shumë i kujdesshëm tek fjali, tek fjalët, sepse nuk është se ta kthen njeri dialogun, apo jo? E drejtë. Sigurisht si format, po them si... Vetëm 1 minutë, atëre. Pra, unë shoh një skenografi shumë bukur, shoh elementë të cilët janë futur në skenë, kam përshtypjen që duhet jetë punu goxha dhe me audion, me efektet edhe me muzikën, do më merr mendja që gjithçka mund të ketë nopë, domethënë. Tani nuk e di si e keni zgjidhur ju, po kam përshtypjen që Sigurisht që po. Thjesht, unë punoj shumë në aspektin e vizualizimit, unë punoj me skenografi paralelisht. Duke analizuar tekstin e bëj analizën tjetër paralele se cila skenografi do t'i përgjigjesh të rrethonave, nevojës së personazhit. Dhe këto elemente që janë tërësisht moderne, se futet në kontura të absurdit shfaqja sigurisht, por është vërtet shumë bashkëkohore, shumë moderne, sepse kam dashur që t'i jap konotacion tërësisht artistik, sepse kjo është teatr fundja, nuk është format i dokumentarit. Gjithsesi, ajo çka e thot ka të bëjë me realitetin e Kosovës, por veprimet e saj janë absurde dhe këtu është ajo përplasja mes asaj çfarë bën dhe asaj çfarë flet. Nëse më bëj pyetje, pjesë e publikut është publik i viteve 2000. Domethënë, janë njerëz sidomos të Tiranës, janë njerëz të cilët ne e kemi këtë karakteristikën si popull që jemi pak të përcipt, sidomos në kujtesë. Si qaset kjo vepër pikërisht këtij lloji publiku?
Nuk është hera e parë që jam në Tiranë. E di. Unë vi nuk e di, 15 vite që të gjitha pjesë teatrore që i kam ndërtuar në Prishtinë, destinacionin e parë, adresën e parë e kam pas Tiranë. Kështu që ata e njohin, një pjesë e mirë audiencës e njohin stilin tim, e njohin formulën, e njohin për problematikën e veprës, domethënë. Po sigurisht që Tirana nuk ka qenë si thush edhe kjo drejt për së drejti në këtë problematikën e Kosovës, sepse ju e hapët kufirin, ju e dhatë si thush atë frymëmarrjen. Kolegu ka shërby për muaj të tërë mjek në një nga kampet e refugjatëve. Po, në kampin e Labinotit, e fushë Labinotit. Kështu që është drame përbashkët, përjetimi nga Tirana ka qenë, edhe është përjetim, edhe pse s'ka qenë drejt për së drejti, shqiptarët e Shqipërisë aty, përjetimin e kanë pas, sepse kanë ardhur njerëz prej atje këtu, jenë hap dyert, shtëpit, familje që i kanë ndihmuar dhe televizioni që na kanë ndihmuar shumë, ekrani sidomos që na jepte forcën që ne duhet të qëndronim atje. Unë kam qëndruar deri aty, kam qenë deri në ditën kur kanë hyrë ndërkombëtarët, kur kanë ardhur forcat. As këtë në Kosovë, Unë kam vetë aty dhe kur kanë ardhur forcat e Kejforit, më kanë gjetur në qytet. Kështu që i kam këto fotografi shumë të freskëta, kur kemi dalë, u adonim edhe baltën tankseve të anglezëve, kështu që është një dramë e mirë. Unë e falenderoj Odiseun, vërtet, Odise Plakun që shkroi dramën për Kosovën, ku të shkruan dikush nga jashtë kufive, është akoma më e vlefshme. Ai ka pas sigurisht ato impaktet e tij që ka lëvizur për Kosovë, ka dëgjuar këto zërat e nanave, fëmijëve që janë të zhdukur, janë të humbur. Gjakova ka humbur shumë, ka humbur Drenica shumë, jashtë masit, ka humbur shumë edhe Podujeva, qyteti jemi lindjes, ka humbur edhe qytetet tjera, gjithsesi, gjitha pjesë. Kështu që kjo është një dramë që ka këtë impakt, këtë ide, këto mesazhe dhe unë kam dëshirë që të vinë gjithë ta shohin dhe ta rikthejmë edhe një herë fotografinë. Kur është shfaqja? Është nesër, premiera. Dhe fundjavë? Dëmon gjithë fundjava, 7, 8, 9 është në Teatrin Metropol, pastaj është në 11, 12 jemi në Vlorë. Tek Salla Çehov, Po tek Salla Çehov dhe pastaj kthehemi me 15 prapë në Universitetin e Artit, në një sallë ishte e madhe aty. Te Akademia? Te Akademia. Super, është bërë e re. Edhe aty do të jemi me 15. Faleminderit shumë Naser, të urojmë gjithë mirat ty, Vefit, Odises, urojmë që të keni sa më tepër sukses edhe pjesëmarrje. Do shifemi atëherë. Gjithsesi. Mos në Tiranë kemi më u taku në Prishtinë. Me kënaqësi, ju presim. Faleminderit shumë edhe juve. Faleminderit. Do ikim në Londër se pa treguar punën e shoqës tate nuk mbaron emision. Ke kujtime të atë? Kujtime artistike. Artistike për artistike. Kujtime Shiko, që të bjem dakord, do më thërë, unë nuk e mbaj mend Anitën, por nëse Anita më mban mend mua, unë pastaj mund të filloj të rikujtoj diçka. Se zakonisht më të vegjëlit i mbajnë mend më të mëdhenj. Kapish.